Ledioni, ose Arbri, ose Monika, do të rejni të parë. Nuk fola për atë, Joela, se faktikisht nuk ka ngel menja se si gotat e reja duhet rriten me 20 vjet diferencë. Ka jo e jote, jam ngeli menja kam harru akoma. Sena të folë për Joela. Ngeli menja. Mos të hapim një debat flet avokati direkt. Arbër nuk e kuptova, të lutem. Mos e kuptova fare. Shiko, arsyeja është e pamundur ta dëgjoj. Arsyeja sepse se kuptove është sepse nuk e dëgjova, jo nuk e kuptova. Nuk e dëgjove. Po aty është diskutimi i Mateos me Brikenën. Ai e përgjigjet e smoothit të Arbër. Logjika është nuk do dëgjoni asgjë në momentin që do flisni pa radhë. Kështu që vazhdojmë. Në përgjigjen e Arbrit, ose Monikës. Për smoothin. Smoothin e famshëm. Po mirë më... Smoothin më smoothi. Bani një smoothi. Ky zotria di se çfarë do me mua më pas. Ka përgjigje. O, njëri pa I them ti zotris. Nuk e dua përgjigjen nga ty. Mos ul me mund ta rolis djatësh mend ti mu. Po mirë më mirë. Dëgjoj. Po Smoothi, më smoothi. Çfarë ti them unë këtij mor zotri? Smoothi me banana. Do me i qato të dy, atë për realizon. Dhe i thash, qofse do t'ulesh fol për veten, jo për ne. Ky vazhdon. Stop tani, mjaft se e teprua tani se me thënë të drejtën kam 3 fëmijë janë shumë të vegjël, po më fëmijë se ju nuk di ndonjëherë. Aman. Alessio. 3 fëmijë edhe ti. Ti kesh me jetë, edhe unë dhe gjithë ata që janë prindi, ti kesh me jetë. Besoj të ka marrë malli posaçërisht, veçanërisht, jashtëzakonisht. Të gjënë e ke lojnë në ronë ti, je binjak i keqë. Po, më ka marrë malli shumë, Ledion, se unë një gjo nga puna që bëj, nuk jam gjithmonë prezent, por pak të më flasë 5-6 ditë me ta dhe unë konë shumë zërë i tyre, je prind vetë dhe din. Si babë që jam edhe, prandaj mundohem edhe këtu t'jap ato vlerat e mija si prind, aq sa ka mundësi, edhe mbi çdo lloj situate. Por që të bëjmë, me një situata është më tensionuar dhe nështë edhe shënërvi dot, por më ka marrë malli shumë, me thonë drejtën. E di, megjithatë më lejo ta them, që jemi duke njohur një Alessio krejt të veçantë në këtë edicion të Big Brother. Një Alessio me gjithë përvojën e jetës, moshës, dhe natyrisht të gjitha gjërave të mira dhe jo fort mira që jeta i ka sjell. Do doja të shikonim bashkë këtë rrëfim tëndin dhe më pas kthehemi. Jetë si jeta ime ka qenë shturur, sepse kam qenë një person që jam rritë rrugë një jetim në babën e gjalla dhe dëgjova shumë jam mundur që t'i bëj vetë. Frika ka qenë shoku im i ngushtë i jetës. S'ka qenë lehtë sepse më mungonte diçka dhe thash vetes një moment bukur, ka se harroj kur moshën 40 kam qenë thash vetes. Jam në fund botës, thash o do krijoj një familje ose do rritë të mbarosin lagje thash. Vendosa gjej diko që më do më shumë se e dua. Kështu që vendosa që u lidha me keta vash dhe atë kemi bërë 3 kalamajt si drita dhe falenderoj për gjithë jetën. Shef koncertin në Melbourne, 2 ditë mrapa më morën telefon mu, ka shku në spital. Tha, mos, që të folë po? Kam mora vime, kam lanë turin dhe kam shku, kam prit me tonë satë të operacionit. Dhe kur kam pa gocën Zholi që ka dalë jashtë, kur kam gjujë zërën të veçajtë, s'mu besu fare, thash. E kam la unë i pari, kisha qef të la e unë, edhe kur kam la Zholin, nuk e ke idenë, nuk di ta spjegoj çfarë lumturie. Kam darë gjithmonë të kem një vajzë në djalë, edhe pastaj erdhi laja në jetë. S'ka gjë më të bukur se kur shef, kur ndiqon zërin e tyre për herë të parë që dalin. Pastaj treti, atë natë ka qenë Covid, edhe aty më kanë marrë, më kanë nxjerrë jashtë, unë më kanë lënë me net aty. Për punë që më ka po telefon ketë, mas njëva duke qajtë. Dhe ka vazhdu me nxjerrë shku nga goja, tha. Edhe tash pushor qitësohu duke qajtë. Dhe i tukim i zdetë, më tha mu. Sa u preva komplet.
Më ka dok një gjysore si 70 vjetë. Isha në telefon duke folë me nonën time vetëm këqajt. Ja faleminderit Zotit që e shpëtoi. Këtë të vogël ka pikë dopë. Po që ndaj do të tre, po me këtë vogël e kam biqik që e kam atë kujtim që këto ditë mu kanë dokë si 7 vjetë vetëm ta një gjëri fjallë daddy, diçka sepse fëmijët është gjëra me morën vota, kupton. Reflektova shumë gjëra që keq kuptime, reflektova shumë gjëra që lënë pas dorë. 10 ka qenë një vit shumë i keq për mua dhe unë me babës tim që unë pavarësisht se jam rrit me to, diç diçka me mua. Dhe gjëra me keqe ka qenë kur po ishte i smurë, unë i ka në Australi dhe më nërmota në telefon mua dhe thotë s'po mërë frëmë, dhe ishe me video call. Dhe i thonë, babë, hapi sytë, thasha. Dhe të pret që ta fali, dhe se fala blata. Dhe të në test telefon. Shkova ula duke qajtë edhe i tash. E di që ke prit falin time se ka prit dhe në gjes. E ka prit gjithmonë. Tash, të kam falë çdo gjë, si që ka falë nona ime, me motra ime, që ka ndodhë. Kaq, dhe s'ne përmeni kur. E kam falë, e kam puthë dhe unë, e s'kam të kumë. Kam mësuar që e kaluar ka vdekur. E ardhmja s'ka lind akoma. Kitë në të momente edhe ti mi lutë në këtë që gjeni. Alesio thonë që askush nuk mund t'jetë prindi mirë nëse nuk ka falur prindrit e tij për të shkuarën. E vërtetë. Edhe jam i lumtur që ti e ke bërë këtë, edhe ke patur kurajon, se duhet kurajo e madhe besoj. Ledion, jeta na bën të përballojmë shumë sfida dhe unë e kam pas në mend të falja para se të viste, por e ka prit. Por gjithsesi e fala aty ku shkova unë edhe më mbrëmje që një ditë të takoj. Edhe rest in peace atje ku është, sepse Ledion nuk është mirë asnjëherë me fol për një se s'mëron dot në këtë jetë. Edhe ai nuk mërohet dot, edhe kështu që unë e kam falë nuk flas më, edhe ta kujtoj me kujtime të bukura. Jam prind vetë edhe di, edhe këtë jetë duhet me falë, sidomos kur i do njerëzit, po qofse i do me të vërtetë. Duhet ullë, duhet folë, edhe duhet falë gjërat, ose duhet me folë gjërat radhë parë, para se të merrem vendimet. Edhe unë kam i tip që fali, dhe më ka bëj jetët e tillë. Kam pa shumë gjëra në jetë, dhe kam dalë i vogël, kam bërë mbi 30 vite jashtë Shqipëria. Faleminderit që flas edhe shqip. Por ti çfarë them? Gjithë atyre që na ndjojnë, na ndjekin. Falni, sepse nuk jetojmë gjithë jetën, nuk i dihet. Unë nuk e di pse besoj edhe kam qenë në fillim të kësaj jave në Varreza në fakt. Nuk e di pse besoj se shpirti i prindërve tanë edhe kur nuk janë më në këtë tokë ngel me ne. Një pjesë e shpirtit të tyre ngel gjithmonë me ne. Edhe jam i bindur që faljen tënde baba yt e di, e ka jetuar edhe jam i bindur gjithashtu që pret ti bashkohesh sa më vonë të jetë e mundur. Sepse ti je po ashtu baba edhe gjithmonë
për shkak të mënyrës se si do duhet të jenë gjërat, janë fëmijët ata që duhet të varrosin prindrit, jo e kundërta. Kështu që të ftoj të shohësh pak në video wall. We love you. I hope we're having fun. Bye. 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 Tre ëngjëj, Alessio. Faleminderit. Janë me të vërtet. Edhe e kam thonë që ndoshta s'kam qenë prezent si një bab që duhet jetë nga 8 mëngjesit edhe që në shkollë apo në kopsht, sepse jeta më ka bërë kështu, nuk është faji im. Po një ditë kanë me qenë proud për babën e tyre, kanë një nënë shumë të fortë që e falenderoj për çdo gjë, i uroj më të mirat, sepse ka qenë prezent, se s'ka të bëjë gjë pjesa ekonomike në këtë jetë, është gjithmonë prezenca e njerëzve, sepse unë jam rrit vetë pa dashurinë i matë, edhe e di se sa fort është. Por le djerë s'ka gjë më të mirë se dashurinë, edhe t'japësh atyre. Alessio, çfarë do doje të merrnin prej teje 3 fëmijët e tu, ose cila është ajo këshilla që do doje shumë që ta ndiqnin kur të rrite? Do doja që të doni njëri tjetrin vallë parat e pastaj që mos të harrojnë kurrë familjen e tyre, se këtë ditë është pak e çuditshme, si ka kohët e sotme, edhe ta kenë guximin tim deri atë ditë sa të jetojnë. Sepse nuk kanë për të humbur kurrë. Se kam kaluar shumë aventurë në jetë, shumë vuajtje, shumë momente të bukura. Edhe të betohem, Ledion, me çdo lloj sakrifice gjëra që kam bërë në jetën time, sukur të mbitë shanse një ta kem edhe një jetë tjetër të bëhet njëjtën gjë. Nuk jepi shman për asgjë. Për asgjë. Kjo është shumë e bukur. Alessio, faleminderit për emocionet. Faleminderit ju, edhe kjo është një eksperiencë shumë e mirë që në radhë parë gjeta diçka që më kishe humbë, edhe falenderoj ju gjithëve Top Channel, tyre shokëve 3 që i kam këtu, edhe do t'i kem shokë gjithë jetën, por falenderosh nga njerë është e pa mundë, por kam vazhdu tani i dua njerëzit në heshtje, se vetëm aty se më refuzojnë dot. Po shiko, kjo është e bukura e kohës, Alessio. Do me thënë, koha është aq timzare sa na bën të duam në heshtje ata që dikur i doni me zë të lartë. Bravo. Po ju lë me njëri tjetrin, mbyllim lidhjen me shtëpinë. E kuptova se si i mbyllet goja Rogertit. Më në fund e kuptova. Pra, vlla i madh duhet vazhdimisht të bëjë surpriza emocionuese dhe ai e mbyll. Është fenomenale atëherë vlla i madh, sa më shumë momente emocionale, është vetëm në mënyrë që na bien pak veshët rehat, ë? Po edhe shikojmë duke qartë, se edhe qanë shumë. Kush Rogerti? Po Rogerti e tha Livia, Rogerti është shumë i mirë nga afër, thjesht aty del apo jo, kështu të herë si shkoj, po. Po jo vetëm për ty, edhe Brikena tashmë u bë pjesë të njëjtës besytni, pra është njeri i mirë, thot. Unë mendoj që po gjej shkas të largohet nga Mateo, prandaj po bëjmë këtë gjën me siç bëri Gimbo siç bëri Selin me Gimbo, ë? Ç'është kjo historia që përsëritet? Ka publicitet, flasim një çift. Histori që përsëritet.